Pas kronikës problemore në Blu Televizion ka ardhur dhe reagimi i prefektit të Qarkut të Vlorë Platon Nesturi mbi punën e Task Forces gjatë sezonit turistik. Në një intervistë për Blu Televizion, prefekti Nesturi u ndal dhe te disa problematika të tjera në qytet, siç janë parkimet publike, djegja në fushën e mbetjeve apo situatat nga zjarret, dhe për këtë ai ka theksuar se institucioni i prefektit është në komunikim të vazhdueshëm me gjithë institucionet përkatëse për të gjetur një zgjidhje dhe për të qenë në gatishmëri për një sezon të mbar turistik. Në Vimsi, prefekti Nesturi tha se ky sezon e gjen Vlorën në gatishmëri që me qendrat shëndetësore verore apo dhe sinjalistikën detare. Prandaj dhe takimet janë të përditshme me grupet e Task Forces. Janë bërë takime me gjitha institucionet që kanë bënë, sidomos me sektorin e turizmit, por jo vetëm, pra ka pasur mbledhje dhe komitetet veçanta për problematikat ndryshme. Dhe me që jemi edhe në sezonin turistik, padyshim që merr një vëmendje kryesore çështja e turizmit. Vetë puna e prefekturës është në faktin e koordinimit të gjithë institucioneve që janë edhe qendrore dhe vendore, për sa i përket marrjes së masave të gjithanshme lidhur me përballim me sukses të turizmit. Vlora ka një rritje e cila është gjithmonë eksponenciale për sa i përket fluksit më të madh dhe kërkon patjetër dhe një angazhim më të madh në mënyrë të tillë që ta përballojë jo vetëm këtë prurje të madhe të turizmit, por njëkohësisht të shërbejë dhe një plasdarm që kjo rritje të jetë në një ecuri gjithmonë progresive dhe jo thjesht të kalojë me radhë. Në këtë kuadër janë përcaktuar sidomos çështjet e para që kanë bënë me çështjet e sinjalistikës detare. Dhe ky është elementi i parë, si ka të bëjë me aspektin e sigurisë në plazhe. Pastaj janë çështje tjera që kanë të bëjnë me çështjet e higjienës, me çështjet e kontrollit të akuja, pra të ushqimit, dhe në këtë kuadër janë parashikuar dhe një sër masash dhe kontrollesh ndryshme, të cilat gjithmonë raportohen jo vetëm kuadër të bashkive përkatëse që kanë bien bregdetare, pra që përfshin Vlorën, Himarën dhe Sarandën, por këto koordinohen edhe në institucionin e prefektit. Pra në këtë kuadër ne jemi në një monitorim të vazhdueshëm dhe ka gjëra të cilat kanë ecur me shpejtësinë e duhur, ka gjëra të cilat janë në zhvillim në sipër. Detyra jonë është t'i nxisim në mënyrë që të rikuperohet çdo lloj mangësie në të cilën ka të bëjë çështja e përballimit të fluksit turizmit. Këtu nuk duhet shtoj dhe në aspektin shëndetësor, kemi hapur qendra shumë në gjitha pikat qendrore, pra në gjithë, pra që nga Vlora deri në Sarandë poshtë, për përballimin e çdo lloj mase dhe me një gatishmëri të shtuar të ambulancave, për sa i përket elementeve që kanë bëjnë me shëndetin e pushuesve. Është bërë një kontroll për sa i përket edhe aspektit të elementeve për medikamentet, për gjithë baza materiale e cila duhet të jetë në funksion dhe që të jetë e mirë llogaritur. Ndërkohë janë dhe situata e zjarreve, janë dhe emergjenca civile. Pra dihet që gjithë qarku Vlorës është e rrezikuar nga ky fenomen i zjarreve dhe këtu edhe mbrojtja civile po luan një rol shumë aktiv. Ne kemi pasur vatra të ndryshme, pra si në çështjet kullotave. Ju keni parë edhe një fenomen i cili pati edhe në landfillin e Vlorës, gjë e cila padyshim që nuk kishte një imazh i mirë, por në këtë kuadër Nesturi u ndal në rolin e administratës, e cila sipas tij duhet të tregojë gatishmëri maksimale dhe në këtë sezon nuk duhet të ketë pushime të gjata, por me koordinim në mënyrë që administrata të jetë në gatishmëri deri në mbyllje të sezonit turistik, ndërsa ka kërkuar më shumë impenjim dhe përkushtim nga gjithë administrata. Është shtuar edhe aspekti i një kontrolli më të madh të organeve vendore, duke filluar pra që nga policia bashkiake, e cila duhet të jetë më dinamike lidhur me këtë aspekt, dhe këto janë elementë cilët që gjithkush duhet të jetë në gatishmëri. Është dhënë dhe porosi për shkakun që
nuk do të ketë edhe lejet zakonshme, do jenë shumë të kufizuara që gjithë pjesa e bashkive të prefekturës edhe gjithë institucionet e tjera që janë të përfshira në çështjet e turizmit do të kenë shumë të kufizuara çështjet e lejeve dhore që do të jenë të angazhuara në punë për të përballuar këtë fluks. Task Forca për turizmin është ngritur me synim një sezon të suksesshëm, ndërsa prej muajit korrik, këto problematika sipas prefektit duhet të jenë evituar plotësisht.